Sipas agjensive të sigurimeve, numri i banesave të siguruara nga zjarri apo tërmeti në qytetin e Korçës është thuajse i papërfillshëm. Pra nëse një lagje ka 200 apo 300 objekte të siguruara nga zjarri apo tërmeti, janë vetëm 2 apo 3 prej tyre. Për të siguruar një banesë nga zjarri apo tërmeti, kostoja është mesatarisht €1 për metër katror. Pra për një banesë rreth 100 metra katror, qytetari do të duhet të paguajë një shumë prej €100 në vit. Pavarësisht rrezikut që vjen nga zjarri apo tërmeti, ngjarje të cilat mund të lënë edhe të pastreh, qytetarëve ju duket një kosto e shtuar për buxhetin familjar të tyre, ndaj edhe shprehen se e kanë të pamundur të sigurojnë shtëpitë, pasi kanë të ardhurat të pamjaftueshme, ndërsa një pjesë tregojnë se janë të papunë. Banesën e keni të siguruar nga zjarri? Tani jo. Duhet të siguruar, po jemi pa punë. Kjo është ajo. Është një kosto e shtuar pra. E shtuar. Ne me si po sigurojmë ushimin. E mira është që ta sigurosh, po kur të ardhurat janë të pakta, nuk mund ta paguash. Diçka që ndodh edhe me makinat, këta nuk përgjigjen. Pra ju mendoni që kur nuk ju përgjigjen për makinat, nuk do përgjigjen as për shtëpinë? Po edhe për shtëpinë, po sigurisht. Se kemi të siguruar akoma. Normale që është kosto ashtuar. Siguro këte, siguro ande, siguro në kraun tjetër. Qarë t'i bëjmë lekat sigurime, t'i bëjmë. Jemi pensioniste dhe është e pakët, do me thënë, rogat e pensionin tonë që të paguajnë. Sipas agjensive të sigurimeve në qytetin e Korçës, pas rasteve të zjarreve apo tërmetit, ka një ndërgjegjësim të qytetarëve të cilët kërkojnë informacione për të kryer sigurimin e banesave, por në shumicën e rasteve sigurimi nuk kryhet, edhe kur ngjarja harohet, bashkë me të shuhet edhe interesi për sigurimin e shtëpive nga zjarri apo tërmeti.